محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet i takojnë vetëm Allahut mënduar. Atë falenderojmë edhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush posa Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, në 2 gjumat e kaluara kemi folë për një temë që kemi thënë se është tema më e rëndësishme e jetës tonë. Është një temë që shërben si basht për të gjitha temat e tjera. Nga se është një temë që ka të bëjë me komplet ekzistimin tonë, qëllimin e jetës tonë dhe rolin tonë bazik mbi sipërfaqen e tokës nga njëra anë, dhe e dyta është një temë që realisht në bazë të saj përcaktohet edhe shpëtimi jonë nesër ditën e gjykimit. Kemi thënë se adhurimi i Allahut Azza wa Jall, që ne Allahun të adhurojmë dhe mos t'i bëjmë shok në adhurim, është qëllimi i jetës. Pikërisht për shkak të këtij adhurimi Allahu na ka krijuar, na ka sjellë në këtë botë. Dhe kemi thënë se përtej të qendrit të adhurimit si qëllim, adhurimi duhet të jetë edhe ngjyrim, ku besimtari realisht ngjyroset me ngjyrën e adhurimit. Dhe kemi shpjeguar atje se çka do të thonë të ngjyrosesh me ngjyrën e adhurimit. Do të thonë që shaj identifikuese e jotja të jetë adhurimi, që ti të prezantohesh përmes adhurimit, të njihesh përmes adhurimit, të jetë një petk që gjithmonë e vesh, nuk e hjek asnjëherë deri në vdekje, të jetë diçka e pandryshueshme e vazhdueshme që ti e bën deri në frymën e fundit në jetën e kësaj bote. Adhurimi është ende shumë për te kësaj të ndërvëzërë. Dhe duhet të flasim për adhurimin shumë më tepër se që ndoshta mendojmë se duhet me folë. Për faktin se adhurimi ka shumë kuptime, ka shumë shpjegime, që sa më tepër i njohim, realisht më lehtë shndrohet në qëllim dhe më lehtë bëhet ngjyrim. Pas atyre shpjegimeve deri dikon të përgjithshme, sot do të flas për diçka ende më të detajzuar për adhurimin. Si duhet ta kuptojmë në adhurimin dhe si funksionon ky adhurim në jetën e përditshme? Po duhet të jetë qëllim, duhet të jetë ngjyrim është e vërtetë. Mirë, po si funksionon? Si besimtari jeton përmes adhurimit? Të nderuar vëllezër, fillimisht ka keq kuptime tek njerëzit që sillen rreth adhurimit ndaj Allahut te barekuhu teala. Disa njerëz adhurimin e kuptojnë si diçka shumë anësore dhe periferike. Disa e kuptojnë si kufizim, domethënë që i kufizon nga kënaqësitë e caktuara. Disa e kuptojnë si diçka që nuk i përmbush kërkesat e njerëzit. Disa si prapambeturi, e kështu me radhë nga format e shumta të keqkuptimit dhe devijimit të njerëzve në raport me adhurimin. Si mund ta shpjegojmë më së thjeshti adhurimin? Si mund ta kuptojmë më së miri adhurimin? Mbi çka ai realisht ndërtohet dhe si funksionon? Të nderuar vëllezër besimtar, adhurimi në esencë, në bazën, në origjinën e tij, por edhe në funksionimin e tij është dashuria ndaj Allahut te barekuhu teala. Domthonë ne Allahun e adhurojmë për shkak se e dojmë. Dhe për shkak se i besojmë. Ne besojmë se atë që Allahu e thot është e vërteta. Në atë që Allahu na thret është e duhura, e natyrshmeja dhe e dobishmeja. Prandaj i përgjigjemi kësaj bindje me adhurim te Allahu te barekuhu teala. Ne Allahun e dojmë, andaj baza kryesore, elementare e adhurimit është dashuria. Dhe kjo është forma e vetme përmes të cilës njeriu sinqerisht dhe praktikisht e shpreh dhe e manifeston dashurinë te Allahu te barekuhu teala. Allahu në Kur'an tha: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni." Thuaj, nëse e doni Allahun, më ndiqni mua. Me ndjek pejgamberin çka nuk kupton? Me e adhuru Allahun azza wa jall.
Andaj shikoj e lidhi adhurimin me dashuri. Madje kur flet Allahu për dashurinë, tregon se besimtarët e dojnë Allahun shumë më shumë se kushdo qoftë që e don dikën jetë në kësaj bote. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Besimtarët e dojnë Allahun më shumë se që ata të tjerët i dojnë idhujt e tyne, zotat e tyne, knatësit e tyne, pasurit e tyne, pushtetin e tyre e shumë të tjera. Prandaj, dashuria e besimtarit dhe Allahut është e veçantë, specifike dhe dominant të gjitha dashurit e tjera. Madje nga kjo dashuri burojnë pastaj edhe dashurit e tjera në jetën e kësaj bote. Dhe si pasojë e kësaj dashurie, ne Allahun e adhurojmë. Nuk është kufizim, nuk është një poshtnim larg asaj, është dashni. Për këtë arsye të ndërrozër e keni pa dhe keni përjetu se ti je i gatshëm me pagu çmimin e adhurimit, pavarësisht sa të kushton në rahatin tonë, në komoditetin tëmë. Pse? Për shkak se dashuria ndaj Allahu xhallahu ala që manifestohet përmes adhurimit është më e madhe se çfarë do qefi apo kënaqësia e kësaj dhunjaje. Një musliman nuk mund, musliman që e don Allahun sinqerisht po flas, i cili Allahun e adhuron si duhet, nuk mundesh absolutisht me e mashtru që në raport me çfarë do përfitimi material, ai me shkel kufin e Allahut azza wa jall. Për shembull të ndrozur, me çfarë kosto, me çfarë pagese, për shembull, ti si musliman e këshillon namazin e xhamos. Për çfarë? Pas një arsye, veç me të pagu dikush më ani sot pa fala për ballë që se shumë me parash. Për ballë që ti pushteti, për ballë që saj knatësie, për ballë që saj mirësie, cila do të ishte ajo? Sa do të ishte që ti do ta braktisje namazin e mos? Këtë besimtar nuk e bën kurrë. Dunjon më ia dhon. Pse i don këto gjëra normal? Është e natyrshme me dashur paran, e natyrshme me dashur autoritetin, e natyrshme me dashur tash saktur, e natyrshme është mirë po, nëse dashuria ndaj këtyre realisht është në dëm të dashurisë ndaj Zotit xhallahu ala, ato absolutisht nuk janë funksionale, as nuk kanë mendikim. Prandaj është dashni, nuk është imponim, nuk ka mundësi me kon imponim. Nga Allah tha, la ikrahe fi din, nuk ka dhunë, nuk ka detyrim në adhurim, ka dashni, në Allahun e dojmë. Prandaj shumë njerëz kanë habitën, e pse për shembull rinia po kthehet në fe, e pse vajzat po mbulohen, e pse xhamiat po mbushen, për shkak se po shtohet dashnia për Zotin, për këtë arsye. Njerëz Allahun po e dojnë për shkak se më shumë po e njohin. Po ka mundësi me njoft më shumë Allahun azza xal, po ka më tepër shpjegime për Allahun xhallahu ala, dhe kur zemra mbushet një uri, patjetër pastaj reflekton me dashuri. Dhe shpjegimi i vetëm i fetarisë dhe i krimit njerëzve në xhami, në shami, në agjerim, në largim nga harami, shpjegimi i vetëm është dashnia për Allahun te barekutaala. E dojmë. Prandaj të ndërgozur, adhurimi është dashni, dhe njeriu realisht në këtë dunja lëviz në bazë dashnisë. Kur don diçka, lëviz drejt asaj që ai e don. Na e dojmë Allahun te barekutaala. Prandaj Allahun e adhurojmë. Adhurimi është dashuri e plotë, dashuri maksimale që mund të arrijë njeriu, që pastaj e manifeston përmes parulës, adhurimit dhe nështrimit. Prandaj është dashuri që sjell çka nështrim dhe parulje të parazit dhe Allahu te barekutaala. Është dashni për Zotin xhallahu ala. Dhe gjithashtu është synim dhe mjet që besimtari përmes tij e kërkon dashninë e Allahut te barekutaala. Por neve si musliman nuk ka diçka më të këndshme, më të mirë se me arrit që Allahu më na dasht. Shikoni për shembull sot të ndërozën njerëz në këtë dunjë. Sa mund japin përmes për shembull videove të ndryshme, përmes postimeve të ndryshme që të fitojnë pëlqimet e njerëzve, që të marrin dhe rrëmbejnë vëmendjen e njerëzve. Njerëz sot i dojnë, nesër i harrojnë. Por sot njerëzit gjithçka bojnë që me fitu dashninë dhe simpatinë e të tjerëve. Dhe kjo realisht i jap kuptim jetës së tyre. Për besimtarin kjo është e parëndësishme. Besimtari realisht vepron dhe jeton për ta fituar dashninë e Allahut te barekutaala. Për të shumë rëndësi me dashur Allahu azza xal. E kjo do Allahu xhallahu ala i don ata që Allahun e adhurojnë. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata që pendohen, largohen nga mëkati drejt nështrimit dhe adhurimit. Nga rebelimi në raport me udhëzimet e Allahut drejt nështrimit në raport me udhëzimet e Allahut azza xal. Prandaj Allahu këta i don të
suspenduarit, të kthyerit, të nështruarit, dhe ata që pastrohen nga njollat e idhujtarisë, bestytnive, pastrohen nga njollat e mëkatit, ndytësireve të shumta, veseve të këqija, pastrohen me ujin e shpalljes, ujin e udhëzimit, për të mbjellur pastaj në zemrat e tyre vlerat e besimit dhe mirësjelljes islame. Prandaj është dashni që e bëjmë raport me Allahun dhe synim për ta fituar dashninë e Allahut te barekuhu teala. Për këtë të ndërrua vëllezër, ai që don Allahun madhru, duhet Allahun me dashur. E për me dashur të ndërrua vëllezër, ka shumë rrugë dhe shumë mënyra. Dua që në përmbyllje të kësaj hutbeje të përmendni dy prej tyre. Nëse Allahun don me dashur, duhesh me njoft. Ose sa më tepër një Allahun azza xal, më shumë me dashur. Allahu ka emra të tij të bukur, ka cilësitë e tij të përkryera. Njihe Allahun përmes tyre. A një kush është Allahu me emrin Allah, Ar-Rahman, i gjithëmshirshëm, Ar-Rahim, mëshiruesi. Pastaj emra të tjerë të Allahut te barekuhu teala. Sa më mirë, sa më thellë, sa më shumë një, s'ki çare pa dashur. Nga se njohuria sjell dashni. Dhe gjithashtu, nëse e njeh Allahun te barekuhu teala, i njeh begatit. E kupton kush po kujdes për ty, kush po të ushqen, kush po të mirëmban, kush po të begaton, Allahu xhallahu ala. Andaj sa më tepër i njohim begatit, sa më tepër meditojmë rreth begative, Allahun e dojmë më tepër. Nuk duhet të ndërrozër që qasje në karshi begative tjetë vetëm shfrytëzimi begative, vetëm posedimi begative, jo vetëm kaq, nga se deri këtu është edhe niveli shtazëve në falë një shpreje. Dhe shtazët, këtë përpjekën e kanë, qysh me i shëzu begatit e zaktuar, dhe qysh me i futën në posedimin e tine. Nëse njëri është për te i kësaj, është mbi këtë nivel, njëri ju është ingritur mbi shfrytëzimin dhe mbi posedimin, nga saj ka qasje të meditimit në raport me begatit. Kush ma dha këtë? Pse ma dha Allahu këtë? Se kom meritu? A se kom kërku bile? A i ma dha nga mirësia dhe bujaria e ti. Prandaj, kujdesi Allahut për neve në shumë fushat jetës, na bën që Allahun me dashur. Sa më tepër e njohim, sa më tepër jemi mirënjohës dhe begative, vallahi më shumë kena me adhuruar. Nëse adhurimi është i ndërtuar me dashninë për Zotin te barekuhu teala. Dhe kjo jep kënaqësi jetës. Nëse dashnia jep kuptim jetës, dashnia të ndërvozur pastaj gjithçka e bën të lehtë, gjithçka e bën të kalueshme, gjithçka e bën të përballueshme, çdo barë e bën të lehtë me bajtin në këtë dunjë. Pse? Dashnia bën këtë punë. Dashuria e paranoj kur është kjo për Allahun te barekuhu teala dhe është në kërkim të dashnisë së Allahut azza wa jall. Për këtë arsye ne duhet me kuptuar adhurimin kështu, jo si kufizim, jo si bara, si pengesë kur, por si dashni. A e dan, i parulesh. A e dan, vallahi adhuron. Dhe atë intereson dashnia e tij, po nxita pra me fitu përmes adhurimit, në nshtrimin te Allah xhallahu ala, në tëra që ka kërkuar, qoftë jetë obligim apo të jetë ndalesë që Allahu ka kërkuar ta braktisësh. Allahu na shtov dashnin për të. Allahu na mëson me dashur Allahun më së shumti, nga sa ashtu duhet me dashur. Ai është që meriton me dashur më së shumti. Dhe pastaj në emër të kësaj dashnie i dojmë të tjerët në këtë dunjë, nga se kështu dashnia pastaj merr edhe kuptim, edhe bëhet e qëndrueshme dhe kuptim plotë. Ne falë Allahu mëkatet tona dhe lëshimet tona dhe kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allah është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslima ala khairi khalqillahi ajma'in. Nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Të ndërrudhëzër, sikur që e përmenda dhe duhet vazhdimisht të përmendem, kuptimi i adhurimit është bazik, është thelbësor, i rëndësishëm, me prioritet për neve. Nga se duhet me kuptu adhurimin, çka është, si funksionan dhe si realisht mundemi me e shëndru për dëshmërinë tonë dhe lëvizjet tona në adhurim. Çështja e parë në këtë rrugtim është ta kuptojmë se adhurimi është dashuri. Peq që pastaj sjell nështrimin dhe përuljen ndaj Allahut te barekuhu teala. Nuk është e mundshme me dashur mos me bind, e pamundshme është. Andaj dashuria e plot sjell nështrimin e plot të parazir ndaj Allahut xhallahu ala. Dhe këto janë dy shtyllat kryesore të adhurimit ndaj Allahut azza xal. Dashuria dhe nështrimi dhe përulja. Por a është vetëm kaq adhurimi?
jo të ndërrozë, është për te i kësaj. Për te i kësaj. Adhurimi është edhe ndërtim, është edhe kontribut, është edhe produktivitet. Me ndërtu dunjan, me ngritë civilizim, kultur, është adhurim. A ne shikoni muslimanët e parë, posa e kuptuan besimin, dhe Allah në adhuruan, e ndërtuan dunjan, edhe sot janë gjumët e pashtyshme të civilizimit islam anë e mbanë botës. Çfarë kanë në musliman? Nga kultura, nga tradita, nga ndërtimi, nga arkitektura, nga shkenca, nga produktiviteti, diçka që shkruhet e shënohet në vëllume librash. Mbi çfarë bazë ata e kanë ndërtu këtë dunjë? Mbi bazën e adhurimit. Allah i ka mësuar me ndërtu tokën, i ka mësuar me ndërtu civilizim, kulturë, që njerëz pastaj këtë dunjë jetojnë dhe pastaj edhe në bazën e kësaj Allahu na adhurojnë. Allahu tha në Kur'an: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Mos bëni shkatërrim në tokë, pasi Allah e ka rregulluar. Allah e ka rregulluar fillimisht me besim, mos bëni idhujtari. E ka ndërtuar Allahu xhallahu ala këtë tokë me adhurim, mos bëni mëkate mbi të. Por edhe tjerët pastaj janë këtu. Nga se vrasja është shkatërrim. Allah ka bërë që mbi fytyrën e tokës të ketë jetë, mos e fikni këtë jetë padrejtisht, mos derdhni gjak, mos u vrani mes vete. A është kultur vrasja? Apo është kultur jeta? A është kultur mirëkuptimi e toleranca apo dhuna? Çfarë kulture kanë promovuar muslimanët me shekuj? Lexoni e shikoni. Kulturën dhe traditën, dhe civilizimin e tolerancës, e paqes, e ndërtimit, e shkencës, e dijes. Kur dietarët janë burgos, janë persekutuar, janë shkel në vizet caktuar të jetës, kanë gjetë shpëtimin e hapësirën e mjaftueshme për të kontribuar në vendet e islamit. Këta kemi qenë, dhe kjo është kultura që është ndërtuar mbi bazën e adhurimit te Allahu te barekuhu teala. Prandaj adhurimi nuk është vetëm ardhje në xhami, nuk është vetëm largim nga mëkati, por është edhe kulturë, traditë, civilizim, është ngritje, produktivitet, shkencë, njohuri, gjitha këto bëjnë pjesë në adhurim. Nga se përmes tyre adhurohet Allahu, njihet Allahu dhe lehtësohet jeta mbi sipërfaqen e tokës, dhe kjo është një nga qëllimet kryesore të adhurimit. Dhe gjithashtu të ndërvozër në përfundim, adhurimi është edhe realisht sjellje. Sjellja jote me tjetrin, eleganca jote, zotnillaku yt, vlerat e tua, edukata jote, sjellja jote është realisht adhurim. Pa na realisht adhurojmë për shkak se dojmë u pastru. Prandaj adhurimi është dashni, adhurimi është dashuri, adhurimi është nënshtrim ndaj Zotit te barekuhu teala. Adhurimi është ndërtim dhe produktivitet dhe angazhim i vazhdueshëm, dhe është kujdes dhe sjellje ndërsjellë mes nesh. Nuk mund të jetë dikush i mirë si adhuruesi i Allahut në xhami, pastaj arrogant, mendje madh, edhe shkatrimtar i jashtë xhamisë. Kjo nuk funksionon. Kështu adhurimi nuk funksionon. Adhurimi funksionon kur ti Allahun adhuron, tokën ndërton, kontribon për vendin tonë, për popullin tonë, dhe i kujdesshëm dhe i sjellshëm me të tjerët. E ky është trekansi i adhurimit që duhet me plotësuar çdo besimtar. Nuk mund të jesh produktiv nëse si adhurues ndaj Allahut azza wajal. Nuk mund ta ndërtosh tokën si duhet, civilizim të qëndrueshëm, të dobishëm për njerëzit, nëse nuk ndërtohet në besimin në Allahut azza wajal, në adhurim. E kështu me radhë, çdo kënd i këtij trekanshi realisht plotson tjetrin. Prandaj, sa më të mirë jena me njerëzit, aq më tepër Allahu na don. Sa më të butë, sa më bujar, sa më tolerant, sa më dërdhënës, sa më produktiv e shumë tjera, aq më adhurues ndaj Allahu xhallahu ala jemi. Prandaj, ky është trekanshi i adhurimit, që mbi bazën e tij funksionon adhurimi si duhet. Dhe kështu arrihet qëllimi i krijimit dhe pastaj bëhet edhe adhurimi i ngjyrim që kemi folur për të në takimet e kaluara. Allah na përmirësoft jetën tonë me adhurim. Na bëf që Allahun të adhurojmë dhe përmes këtij adhurimi dhe besimi tokën të ndërtojmë, vendin të ndërtojmë, të kontribuojmë atë që kena mundësi në zhvillimin e shkencës, dijes, për hapjes së njohurive të dobishme që njerëzit të përfitojnë nga kontributi dhe produktiviteti i jon. Allah na ruaj nga fesadi, nga shkatrimi, nga dhuna, nga gjithçka që është në shpërputhje me udhëzimet e shpalljes dhe e pengon funksionimin e mirëfillt të adhurimit. Na bëf shembull të mirë për të tjerët që njerëzit në bazë të sjelljeve tona, kontributit ton, bashkëpunimin ton të kuptojnë rreth se çka është adhurimi, i cili fillon nga xhamia,
pastaj del nga xhamia e për të përfshi krejt jetën tonë, shtëpiat, familjet, rrugën, punën e kudo që të jemi, në emër të Allahut dhe në rrugë të Allahut te bareke ve taala. Allahu xhallahu ala i shëroft të smurit tanë, u përmirësoft Allahu gjendjen, ndihmoft atyre dhe familjeve të tyre. Allahu i ndihmoj çdo të pikëlluarit, të mërziturit, çdo të brengosuri, çdo njeri që ka telashe, brenga, probleme, Zoti qarë i boft. Allahu xhallahu ala i përmirësoft familjet tona, e përmirësoft gjendjen e familjet tona. Lutë Allahun që në familjet tona Allahu të mundson që të luzon adhurimi, besimin e Allahut xhallahu ala, të ndërtohen mbi adhurim te Allahu te barekuhu teala, e të ketë dashni, e të ketë respekt, e të ketë mirëkuptim, e të ketë vlerësim, e të ketë bashkëpunim, e të ketë falje e mirëkuptim, nga se kështu jeta bëhet e këndshme dhe kuptim plotë. Dhe Allahu xhallahu ala të ndërua Zot i mëshiroft të vdekurit tan. Allahu xhallahu ala i mëshiroft krejt ata që kanë vdek nga besimtarët, nga familjarët tanë. E na bashkoft Allahu së bashku me ta në xhenetin e përjetshëm. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله